Obeziteti vazhdon të jetë një nga sfidat më të mëdha për shëndetin publik në Europë, ndërsa të dhënat më të fundit të Eurostat tregojnë se edhe Maqedonia e Veriut përballet me një nivel të konsiderueshëm të kësaj dukurie. Sipas statistikave për vitin 2022, 15.4% e qytetarëve mbi moshën 18 vjeç në Maqedoninë e Veriut klasifikohen si obez. Edhe pse kjo përqindje mbetet nën mesataren e Bashkimit Evropian prej 16.3%, ajo tregon se afërsisht 1 në çdo 6 të rritur përballet me obezitet. Në krahasim me vendet e rajonit, Maqedonia e Veriut ka një normë më të lartë se Shqipëria, 12.6%, Serbia 13.6% dhe Mali i Zi 7.8%, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina renditet pak më lart me 15.7%, edhe Greqia 12.8% dhe Rumania 12.9%, raportojnë nivele më të ulta të obezitetit. Në nivel europian, Malta kryeson listën me 26.6% të popullsisë së rritur që klasifikohet si obez. Pas saj renditen Letonia 24.6%, Islanda 24.2%, Finlanda 23.2% dhe Irlanda 22.1%. Në anën tjetër të renditjes gjendet Italia me vetëm 7% dhe Mali i Zi me 7.8%. Vendet me normat më të ulta të obezitetit në kontinent. Mesatarja e Bashkimit Evropian është rritur nga 15.2% në vitin 2014 në 16.3%, duke reflektuar një prirje të vazhdueshme që lidhet me stilin modern të jetesës. Kur analizohen edhe personat mbi peshë, situata bëhet edhe më shqetësuese. Më shumë se gjysma e të rriturve në Bashkimin Evropian kanë peshë mbi normalen, duke rritur rrezikun për sëmundje kardiovaskulare, diabet të tipit 2 dhe probleme të tjera kronike. Ekspertët e shëndetit publik e lidhin këtë trend me mungesën e aktivitetit fizik dhe ndryshimet në zakonet ushqimore.